sot me zonjën Anila Mullari. Në shpar një duhet shprej kënaqësinë që jam këtu, faleminderit për ftesën. Na mësojnë çfarë duhet ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin. Libri që të ka ndikuar më shumë në jetën time. Jo, në faza të ndryshme ka pasur qimë të ndryshme. Faza të ndryshme. E lam një Krishtin, sot po mbasin një Krishtin. Pyetja e parë. Kemi bërë mëkat me një Krishtin dhe apo vazhdojmë të bëjmë mëkat që besoj ke marrë vesh e kote fundit dhe la hutë dhe kemi ishte nga kurikula. Si profesioniste. La hutëm do ta heqim se ne jemi pikërisht në universitet dhe jemi aty ku letemi mund ta themi fjalën dhe dëgjojmë fjalën dhe do hiq as pishta as la hutëm. Madje programet shkollore janë duke u bërë në të tillë që të vlerësojnë shumë dialektet. Çdo adhurues i letërsisë besoj se ka një pemë të fshehur që letërsia shqipe, gjua shqipe, që është perlë, ka shumë perla brenda saj, nuk ka një numër. Në përgjithësi njerëzit thonë jo se shkrimet janë të rëndësishme, po janë të rëndësishme. Unë e di shumë mirë që ka libra të cilat nuk kanë fituar asnjë çmime dhe janë libra shumë të mëdhenj. Ka shumë libra që nuk kanë fituar çmimin Nobel. Janë libra, ndoshta ka shumë libra që janë kryevepra, por nuk e kanë fituar çmimin Nobel. E megjithatë ata janë kryevepra. Pra nuk mund të them dot që një çmim e bën një libër kryevepër. Jo.